Ftesa natyrore e popullsisë u përmirësua në 3 mujorin e 3 të vitit 2025 falë rënies së numrit të vdekjeve, por lindjet vazhdojnë të paksohen. Të dhënat e fundit të Instat tregojnë se vendi ynë po përballet me një rënje të vazhdueshme të lindjeve, e cila shtrihet në të gjithë territorin. Në 9 mujorin e vitit 2025 kanë lindur gjithsej 16.052 foshnja, me një rënje prej 4.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Qarku i Fierit regjistron rënje të ndjeshme të numrit të lindjeve me 6.7% për shkak se dikur ishte qark me bazë të gjërë bujësore, por sot po përballet me vështirësitë ekonomike dhe mungesën e perspektivës për të rinj duke nxitur migrimin drejt Tiranës ose jashtë vendit. Tirana mbetet qarku me numrin më të lartë të lindjeve, por ka shënuar një tkurrje të lehtë prej 2.2% në 9 mujorin e 2025-s, krahasuar me vitin 2024. Kjo rënje tregon se kostoja e lartë e jetesës dhe mungesa e stabilitetit ekonomik po fillojnë të ndikojnë gjithnjë më shumë edhe të familjet urbane të Tiranës. Ndërkohë Beranti është ndër të paktët qarqe që ka shënuar një rritje të lehtë prej 1.8%. Ndoshta si pasojë e rikthimit të disa familjeve nga emigracioni ose politikave vendore për mbështetje sociale.